Meditim për kohën e Kreshmës. E premtja e 5 e Kreshmës, misteri i kryqit, burimi i shpresës dhe i jetës. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju përshëndes unë Ora Ukaj në këtë premte të 5 të Kreshmës. Jemi në ditën e parafundit të fillimit të javës së madhe të shenjtë, duke ecur me Krishtin drejt kulmit të sakrificës së tij. Sot në këtë ditë të premte, që tradicionalisht na kujton vdekjen e Jezu Krishtit në kryq, dëshiroj që të meditojmë mbi misterin e kryqit. Ai nuk është vetëm një simbol vuajtjeje, por mbi të gjitha është edhe burimi i shpresës dhe jetës për ne. Për sot le të dëgjojmë nga letra e Shën Paulit Apostull drejtuar Galatasve, kapitulli 6, vargu 14, ku Pauli thekson lavdinë e kryqit të Krishtit. Sa për mua, mos e thash Zotit të mburre me tjetër gjë, përveç se me kryqin e Zotit ton Jezu Krishtit, në për të cilin për mua bota është e kryqëzuar dhe unë për botën. Të dashur dëgjues, për shumë njerëz, kryqi është një simbol i turpit, i vuajtjes dhe i humbjes. Por për ne të krishterët, kryqi është simboli i shpëtimit, i fitores dhe i dashurisë së pafundme të Zotit. Shën Pauli thot se ai lavdërohet vetëm në kryqin e Krishtit. Pse? Sepse pikrisht aty u realizua shpëtimi ynë. Kryqi i Krishtit nuk është thjesht një ngjarje e kaluar. Ai është një mister i gjallë që vazhdon të veprojë në jetën tonë. Në kryq Jezusi mori mbi vete të gjitha mëkatet tona, të gjitha vuajtjet tona, të gjitha dobësitë tona dhe i shleu ato me gjakun e tij të çmuar. Përmes vdekjes së tij, ai e shkatroi vdekjen duke na hapur portat e jetës së pasosur. Gjatë javës së madhe të shenjtë, ne meditojmë mbi dhimbjet e Krishtit në kryq. Ne shohim dashurinë e tij që nuk njeh kufi, një dashuri që është gati të japë gjithçka për shpëtimin ton. Kryqi është katedra nga e cila Jezusi na mëson mbi dëmshurinë, faljen, përullsinë dhe shërbimin. Për ne të krishterët, kryqi është një sfidë. Ai na fton që ta marrim kryqin ton çdo ditë. Kjo nuk do të thotë që të kërkojmë vuajtjen, por që t'i pranojmë sfidat, vështirësitë dhe sprovat e jetës me besim. Kjo do të thotë që t'i bashkojmë vuajtjet tona të vogla me vuajtjen e madhe të Krishtit, duke i ofruar ato për shpëtimin e shpirtrave dhe për lavdinë e Zotit. Fjalët e Shën Paulit, me anë të cilit bota mu kryqëzua mua dhe unë botës, janë thelbësore. Kjo do të thotë të vdesim ndaj egoizmit ton, ndaj dëshirave tona toksore, ndaj mëkatit dhe të jetojmë për Krishtin. Kjo do të thotë të mos jemi më të lidhur me gjërat e kësaj bote, por me ato qiellore. Kjo e premte e 5 na fton që ta shikojmë kryqin jo me dëshpërim, por me shpresë, sepse pas kryqit vjen ringjallja. Vdekja e Jezusit nuk ishte fundi, por fillimi i një jete të re, i një fitoreje të përjetshme.
Kryqi është ura që lidh vdekjen me jetën, vuajtjen me lavdinë. Le të jetë pra kjo ditë një mundësi për të rinovuar besimin ton në fuqinë shpëtuese të kryqit të Krishtit. Le ta mbajmë kryqin në zemrat tona si një kujtesë të dashurisë së pafundme të Zotit dhe si një burim force për të përballuar çdo sfidë. Të lutemi së bashku. O Jezus, Ti që vdiqe në kryq për shpëtimin ton, faleminderit për dashurinë tënde të pafundme. Na ndihmo që ta kuptoj misterin e kryqit dhe që ta pranojmë atë si burim shpresë dhe jete. Na jep forcë që ta marrim kryqin ton çdo ditë dhe të vdesim ndaj vetes me qëllim që të jetojmë për Ty. Bëj që përmes kryqit tënd të arrijmë në lavdinë e ringjalljes. Ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të premte ju ftoj që të losni udhën e kryqit ose që të meditoni mbi fjalët e Jezusit në kryq. Shikojeni kryqin me sytë e besimit dhe lejoni që dashuria e Krishtit ju shndrojë së brendshmi. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju mirëpresim përsëri nesër në meditimin e radhës. Ditën e fundit të javës së pasionit. Hiri i Zotit qoftë me ju.